Kryesia e Partisë Demokratike ka nisur dy procese shumë të rëndësishme për hapjen e kësaj partie, por edhe për inovimin e strukturave. Njëkohësisht do të realizohet edhe analiza e zgjedhjeve të 11 majit. Këto janë vendimet më të fundit të diskutuara, duke i hapur kështu rrugë dy proceseve shumë të rëndësishme që demokratët janë duke pritur. Zgjedhjen e kryetarit të ri të Partisë Demokratike të Vlorës dhe si energjizimin e kësaj force politike, por njëkohësisht edhe për të nxjerrë përgjegjësitë rreth zgjedhjeve të 11 majit e për të parë përpara për përforcimin edhe më shumë të kësaj force politike. Kryesia e Partisë Demokratike të Vlorës i hapi rrugën zgjedhjeve të reja në drejtimin e degës si dhe analizës së humbjeve të zgjedhjeve të përgjithshme të 11 majit. Të pranishëm në mbledhjen e kryesisë si ishin edhe deputeti Bujar Leskaj, kryetari i Partisë Demokratike të Vlorës Hysni Shara, sekretaria politike e degës Nada Meçorapaj dhe nën kryetaria e Partisë Demokratike Nada Daulja. Në mbledhjen e kryesisë u diskutuan dy udhëzime të dërguara dhe miratuara nga kryesia e Partisë Demokratike Shqiptare, lidhur me hapjen e procesit zgjedhor për kryetar dege, si dhe udhëzimin për analizën e zgjedhjeve të 11 majit 2025. Deputeti i Vlorës Bujar Leskaj në fjalën e tij theksoi se këto dy procese janë shumë të rëndësishme dhe që lidhen ngushtësisht me njëra tjetrën, të cilat do të zhvillohen paralelisht. Po ashtu, në mbledhjen e kryesisë së Partisë Demokratike të Vlorës u hodhën propozime për mënyrën e zhvillimit të analizës, e cila do të bazohet në rajone, ku përfshihen disa grup seksione. Në këtë proces të analizës do të përfshihen të gjithë kandidatët për deputet, të cilët do të luajnë një rol kyç në këtë proces. Në fjalën e tij, kryetari i Partisë Demokratike të Vlorës Hysni Shara theksoi se plotësimi i strukturës së degës, duke filluar nga niveli bazë dhe si energjizimi i aktivit të degës, është një prioritet i rëndësishëm dhe thelbësor për suksesin e këtyre proceseve. Sekretaria e degës së Partisë Demokratike të Vlorës, Nada Meçorapaj, dhe nënkryetaria e Partisë Demokratike Vlorë, Nada Daulja, theksuan rëndësinë e këtyre proceseve dhe rëndësinë e analizës, e cila do të ndihmojë për të përmirësuar funksionimin dhe organizimin e degës. Të dy proceset kanë ardhur në kohën e duhur dhe do të shërbejnë për të forcuar dhe përmirësuar strukturën e degës, u tha gjatë mbledhjes së kryesisë.